kushtetuese. Për shembull, dizajnimi i politikës së re që ndodhi i rishtazi. Partia e parë ka të drejtë që të propozojë një kandidat vetëm 3 herë. Nuk shkruan aty në kushtetues që ka të drejtë 3 herë. As nuk ndalohet, gjykata e shpik. Ka mundësi me shpik. E shpiki. Verdikti kena është pothuajse amandmentimi kushtetues. Gjykata është kushtet, nuk është ajo që ajo ka drejtë. Ajo ka drejtë. Çfarë blen presidenti ja thonë? Po blen presidenti. Po sa lloj interpretimi kushtetues i kemi? Se mos bëni kështu. Se përfundova. Jo interpretimi i gjykatës. Po jo. Verdikti. Regjia baje krenarin ndalje. Gjykata kushtetuese ka të drejtë të dizajnojë një politikë siç e thatë edhe ju për arsye të ndryshme, rujtjen e kredibilitetit institucional, zgjedhjen e një rrugë e cila do t'i ruante institucionet dhe do t'i ofronte zgjidhje vendit përmes dakordive të ndryshme nga ana e partijeve politike, por jo duke shkelur kushtetutën. Në këtë rast nuk mundet gjykata me vendos ashtu që supozoni jo. Se e tha dhe Bardhyli, janë 30 ditë. Që ato 30 ditë, nuk është vështirë me shkel, s'mundesh me gjetë një mes, është e pamundur me gjetë një mes. Mesi vetëm i orë që mundet me thonë gjykata kushtetuese është me jo drejtu